Në portin e Vlorës përpunohet vetëm çimento. Kërkesat në rritje për ndërtime, por edhe për shkak të punëve publike që po zhvillohen në qytet, duket se ka rritur interesimin për çimento nga ana e firmave të ndërtimit. Për këtë qëllim gjatë kësaj jave, por edhe në këto ditë të fundjavës, në portin e Vlorës kanë mbritur 2 anije me çimento, të cilat janë në përpunim. Kompanitë e ndërtimit interesuara janë duke u furnizuar me çimento për të bërë më pas edhe shpërndarjen e tyre në destinacion. Autoritetet portuale konfirmojnë se është një sasi e konsiderueshme që po përpunohet në portin e Vlorës nga këto 2 anije, e që më pas do të vendoset në dispozicion të biznesit të ndërtimit. Vlen të theksohet se në portin detar të Vlorës zëri kryesor i përpunimeve është çimentua dhe shumë pak produkte ushqimore. Megjithatë duket se ka nisur tashmë aktiviteti, megjithatë duket se është rritur tashmë intensiteti i punës në portin detar të Vlorës, dhe kjo gjë po vihet ditët e fundit me 2 anije të cilat kanë mbritur e po përpunohen në territorin e portit me çimento. Edhe muajt në vijim pritet të jenë më të mira dhe më pozitive nga ato që po shkojnë, pasi dihet që 2 muajt e parë të vitit të paktën janë të dobta në këtë drejtim për portin detar, i cili është në normalitet dhe që në vijim do të njohë edhe një fluks më të lartë të përpunimeve.